jemi para ledit së bashko, jo, do qëndrojmë njëherë në këmbë, sepse në Elite Way flet publiku i pari, përpara se të flasim ne. Këtu janë disa nga komente që kemi gjetë në rrjet për ty. A pe zgjedh njërën nga to ta lexojmë? Pianizme Blero Gjigandje. O, qëra për të pëlqen? Shumë i bukur i pari, për shumë. Falenderit shumë. Emocionus, kur po më thojnë kove të fundit e litë që jem rrit me këngëtua, pi kuptaj seriozisht që ka shku një kohë në karrierë. Edhe njëjtën kohë jem shumë krenar me punën, me krejt, jem falenderus, po më ndaj pikujtoj që në shku dhe do vjetë. Apo të mungojnë koha e vjetër e Blerës? Na i herë aty këtu okej, po vjem të thonë të e shiju edhe këtë pjesën tjetër. Një etapë ndryshe e jetës. Hajde të zgjedhim edhe një tjetër me rëndësi. Pse zikri qitë dokumenta asë që shojnë? Që të shojmë, se nuk duhet me qenë gjitha pozitive. Jëmë të tentu me gjithë diçka tjetër që kam përzgjedhë. Do që shojnë. Po më doke që e ki një shokan dhe garegjia, për qatë arsye. Me rëndësi, ajo me të dashtë, se nëse nuk të donë ajo, nuk të donë as kojshia. Po, është të vërtet. është të vërtet. Dhe një ajote e famshme. Po, pra. A të ka përcjell gjatë kjo thonje në jetë? Po, halon përcjell për ditë. Do më thonë është okej, po nuk është që një sen që ku menu në kuptimin që mi thonë që atë thonje, po ata njerë që kanë bëhat mim, e kanë prej që ka mërë menja edhe ka dollë që ashtu. Që realisht ashtu është si thonje. Po një është kështu për thonje të ndryshme. Tregoma thonjën e famshme të martesës. Rikthema pak. Mos u martoni nëse nuk... And you know the rest. Jo, thua e dejnë fond për publikon. Qau konë, mos u martoni nëse nuk dashuroni. Ja dorën. Po shu, është normale. Thënje e qëlluar, ki pas drejt. Ku më thonë, më para mëna.